Tha se Albini është penguesi I marrëdhënie me shtetet e bashkuara. Mirë, ja, çe. Kom qef. Nie, se ki nevojë me një ki nevojë me një. Ndëgjam, asnjë kryeministër, si ka mundësi që po thu për bie shumë keq po jeni e keq informuar dhe nuk e keni informacion. 30 sekondat e Lizës. Nuk ta ndigoj. Informacione, po ti ke propagandë. Është hera e parë në historitë të Republikës Kosovës që ne nuk kemi dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mja kujtu Lizës së fundmi kongresmeni Keith Self në komitetin për fund jashtme në Kongres. Tha se Albini është penguesi vetëm I marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoj, nëse mirë, ja, çe. Ja, kom qef. Ju e keni nxjerr këtë deklaratë. Nie, se ki nevojë me një ki nevojë me një kongresin. Unë kam takuar kongresin e Ki nevojë me ndëgju. Do me thonë që fakti I fundit, kush ka thonë? Do me thonë është kongresmen, I cili përfaqëson Komitetin për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan. Mungesa serioze e 30 sekondat e Lizës. Nuk ka mungesë informacione, po ti le propagandën në debat. Le propagandën në debat. Le propagandën në debat, për herë të parë ne nuk kemi dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë një kryeministër thuhet se është pengesa kryesore në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dialogu strategjik. Dialogu strategjik. Lutem e njëri tjetrin të fol. Tregoj 30 sekondat e tu tash. Si anëtare e Komisionit për Politikë të Jashtme, me ditë që dialogu strategjik nuk është ndalu, është aspirate e Republikës Kosovës, cilë e kemi fillu për ditës parë. Zëja shoshi, ju keni u qeverisë me Republikën e Kosovës 20 vjetë. Më thua, çka keni bëj ju? Ndëgjam, asnjë kryeministër, si ka mundësi që po thu për herën e parë. Zoja shoshi, më shumë se so Albin Zoja shoshi, unë bie shumë keq po jeni e keq informuar dhe nuk e keni informatin e saktë. Po ashtu, kongresmeni Keith Self, cilin e keni takuar 2 muaj. Mirë, po ju le propagandën, faleminderit, le propagandën me argumente, po ç'po